Për 40 vite me radhë, prindërit dhe mjekët na kanë thënë, mos ha më shumë se një vezë, se të rritet kolesteroli dhe të dëmtohet zemra. Ne u rritëm me këtë frikë, duke parë të verdhën e vezës si diçka të rrezikshme. Por para se të zbulojmë të vërtetën, ju lutem bëni subscribe kanalin ton dhe shtypni zilën që të mos humbisni asnjë këshill shëndetësore. Por sot shkenca po thot diçka krejt tjetër. Nëse jeni në 30-at ose 40-at tuaja, ky informacion mund të ndryshojë plotësisht mënyrën se si ushqeni. Pyetja është, apo i shmangim vezët pas një arsye të vërtetë? Dhe çfarë ndodh në të vërtetë në trupin tonë nëse ham 4 vezë në ditë? Përgjigjja do t'ju lër pa fjalë. Në vitet 80 kolesteroli në ushqim trajtohej si armiku më i madh i njerëzit. Por studimet e reja tregojnë se të shumica dërmuese e njerëzve, kolesteroli që marrim nga ushqimi nuk ndikon pothuajse fare në nivelin e kolesterolit në gjak. Kjo do të thotë se kemi kaluar vite duke shmangur një nga ushqimet më të pasura të natyrës, bazuar në një frikë që sot nuk qëndron më. Tani që jemi mbi moshën 30 vjeçare, trupi ynë fillon të ndryshojë. Edhe pse nuk e vërejmë me njëherë, pas moshës 30 vjeç ne fillojmë të humbasim masë muskulore çdo vit nëse nuk kujdesemi. Vezët përmbajnë një element të veçantë që quhet leucin. Mendojeni këtë si një çelës që ndez motorin e riparimit të muskujve. 4 vezë në ditë, sidomos në mëngjes, i japin trupit forcën që i duhet për të mbetur i fortë. Po ju, sa vezë konsumoni zakonisht në ditë? Na shkruani poshtë në komente, pasi mendimi juaj vlen shumë për ne. Në këtë moshë ku puna dhe stresi përditshëm na lodhin, truri ka nevojë për ushqim të mirë. E verdha vezës është burimi më i pasur me kolin. Ky është një lëndë ushqyese që truri e përdor për të mbajtur mendjen të mbret, për përqendrim dhe për kujtesë të fortë. Shumë herë rënja kujtesës vjen thjesht sepse nuk po ushqejmë trurin ton me elementet që gjenden tek veza. Për të gjithë ne që qëndrojmë shumë para ekraneve, vezët përmbajnë lëndë që mbrojnë syt nga dëmtimet e moshës. Ato janë gjithashtu një nga burimet rralla natyrale të vitaminës D dhe B12. Këto janë vitamina që na japin energji dhe na mbajnë larg lodhjes kronike që ndjejmë shpesh. A është kjo për të gjithë? Pothuajse po, por ka gjithmonë përjashtime. Nëse keni probleme të rënda me veshkat ose shqetësime ekzistuese me zemrën, gjithmonë bëni një bisedë me mjekun tuaj. Dhe vini re, si i gatuni ka shumë rëndësi. Një vezë zirë ose skuqur lehtë me pak gjalp fshati është shëndet i vërtet. Por nëse e digjni në vajra të lirë dhe të dëmshëm, vlerat e saj humbasin. Pra, veza nuk është ai kriminali që na treguan prindërit. Ajo është një ushqim i plotë që mbron muskujt, trurin, syt dhe na jep energji. Ndonjëherë gjëja më thjesht në frigoriferin ton është ajo që bën punën më të madhe për shëndetin. Para se të ndryshoni gjithçka, flisni me mjekun tuaj, por mund të jetë koha që të shihni vezët me një sy krejt tjetër. Ju faleminderit shumë që na ndoqët deri në fund. Për kraja juaj na ndihmon të sjellim më shumë video si kjo. Shihemi në videon tjetër.